Një ish opinioniste si Zhaku, që ka komentuar Ferma VIP 2, pikërisht edicionin ku kam qenë pjesëmarrës, bëhet pjesë e Fermës VIP 3, edicioni 3, pa një edicion më pas atij të qenurit ajo opinioniste. Dhe u tha që ajo ka hyrë për mozën, si moza s'ka, moza. Okej. Ajo që unë po vëre, që unë e kam parë, sepse kush e shef 24 orë, për shembull që e sheh gjatë gjithë kohës, e kupton se kush mund të jetë qëllimi i saj. Mua nuk më duket absolutisht që sikur ka hyrë për mozën. Mua më duket sikur ajo nëpërmjet nën teksteve ose fjalëve që ajo thot për me Sarën dhe me Ilirin, më duket sikur ka hyrë të ngrej Sarën. Në një debat mbrëm ka thënë Sara, po të ndihmoj mos të biesh në gropën tënde. Sara ja ka kthyer, mos më ndihmo, s'kam nevojë. Dhe tani, duke qenë se neve jemi vetë si popull që ndonjëherë shkojmë me viktimën, ndonjëherë njerëzit që nuk I kemi onepsur dot, I bëjmë të mirë sepse u sulmua, pra të sulmuarit ne edhe I duam. Në këtë rast, më duket se Zhaku po përdor një lloj strategjie për të ngritur Sarën, për të zbehur mozën, por duke fshehur këtë lloj pjese, duke thënë që dua mozën. Nuk e di pse kam këtë lloj ideje, kjo gjë më shkryuar, ky lloj koncepti, perceptimi më shkryuar vetëm në biseda e mbrëmshme, duke bërë me Sarën, dhe pse pikërisht vetëm me Sarën po debaton. Dihet që njerëzit e sulmuar janë favorizohen në një farë mënyre dhe në këto 2 ditët e fundit kam parë një luati të madhe të komenteve ku thonë që pas ka dashur Zhaku të dalë në pa e mira e Sarës. Gjë që unë përsëri vetë si konkurente që është ajo dhe unë si një shikues I atij formati, unë për veten time nuk e onep zot Sarën absolutisht, sepse është një njerëz që vetëm ndërhyn tek gjëra, është një e tretë. Gjithmonë një e tretë, po zakonisht këto të tretët edhe fitojnë, siç e fitoi vjet. Gjithsesi, jam duke thënë që nuk më duket e vërtet Zhaku që ka hyrë vërtet për mozën. Më tepër e vërtet më duket Konstantina, çka ka e Kostana, se sa Zhaku. Zhaku kamuflon qëllimin e saj, duke thënë që ka hyrë për mozën, por qëllimi I saj vërtet është të ngrej Sarën.